një rritje shumë të madhe në mirëqenie që ka të bëjë me të ardhurat materiale të përbashkëta nga trashëgimit. Është një periudhë shumë efektive nëse dëshironi që të merrni kredi dhe të bëheni me shtëpi ose të hapni biznesin tuaj. Për shembull, në peshorës kjo është një periudhë vërtet shumë pozitive. Një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv në lidhje me çështjet e zemrës. Janë më të qartë në ide tashmë, duke sidomos kjo do të jetë më efektive në lidhje me marrëdhëniet aktuale, ku duke qenë se janë pak më të përgjegjshëm, janë më të aftë edhe në lidhje me komunikimin e tyre, i cili do të bëhet edhe më efektiv pas ditës së mërkurë. Ku duhet jemi të kujdesshëm? Duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm në lidhje me zhvillimin tonë në karrierë, në lidhje me marrëdhëniet që kemi me afërorët tanë. Mund të jemi pak më të ndjeshëm, ndërkohë që duhet jemi të më profesional. Pra, për shenjën e peshorës, këshilla do të ishte që gjatë gjithë kësaj jave të sillemi vërtet profesionalisht, sidomos në lidhje me karrierën dhe në marrëdhëniet që kemi me afërorët dhe personat që kanë pushtet, janë figura autoriteti pra.